Qyri, ani be, ani, mirë. Ani, mirë, këshillat I pranojmë prej kujtë. Po, unë pejtë gjithë kujna I pranoj këshillat, se cilë ka atë mendimin e vetë. Kur po flasë për familjen, je buhe dhe aqë, ti nuk mundem pa të përmanë. Aqë Stars. Aqë Stars, çfarë ndjenjë e ribi? Ndjenja me e mirë, Margeti është një mrekulli. Une kom po shumë fëmi, po ajo është fëmi inteligent, njëtën ko është fëmi shumë I darë. Në stash të shkon të krejt që to ish marrë me krejt, ish për qafë, nuk është asi fëmi weird që ka të njësan është shumë e dashën edhe është shumë dritë, është jepë dritë shpisë me mu, është... Ti ai agja ideal që si aprish... Po, une hesh mi kry me mhy, për në abet në regullë, une me talu I shumë, kom qef me imitu pak sene me bo me shtime kesh knaqës krejt. E pash diku një video që kish postu, Marina, më duket të përborën e parë që ra, a kishte qëllu në Prishtinë? A rini shpesh me mbledh në... Po, shpesh mbledhemi, nuk shkon në ashta 2-3 javë, pa mbledh. Mbledhemi shumë mirë, kalojmë, Margeti është shumë e mirë. Po, ata e pikan tash bizneset e veta. Ata ka të gjuhë pak këtë ndjenjen e prindrimit edhe me thonë, okej, ndështë edhe ullëm gati me qenë babë? Hala jo. Hala jo. Okej. Në bisedat tona të më hershme, ti gjithmonë ke qenë djali shumë I dashtun edhe me një sens humori, që pavarësisht çfarë situate ka qenë tavolinë, ti e ke kalu disysh me të qeshën. E kini anë që nuk e di njerëzit, ata që së të njohin shumë, nuk e din fort. Ti e shumë I mirë në imitime. Sa shpesh ndodhë që shoqënia jote me tonë me të kërku diçka. Po në fundit, po më shkrujnë të shokë në WhatsApp hen TikTok me neve live edhe emitoje këta se s'po rritë. Për kënë për tojnë ma shumë të me? Për jam ushen. A ke hy alo? Kom hy, po hy pak se s'po di nuk pëm të rjek qatë shumë atë tash u banalizu pak TikTok-i se ka qenë fillim mirë, po tash u bo po hi ka njerë natën, kur s'po kam qa me bo vonë, po hi, që atë pak me shës një nostalgji shto. Dhe me thonë, Ramushin, me sa e kuptova, mire imiton, a? Ramushin e imitoj mirë, që Anita ka me të shpirë vetë. Unë e dhe këtu, po që ta shko me shku, që ta një ko me do një shërë më njës, ma aleve me nga. Identike, a diko tjetër, a ke kështu si karakter? Di me imitu shumë. Albe kur të kalaba fitu, ka thonë që me të rovit, që kalaba marë, a këtë batire, unë e fajmderet bashka. S'patër muj me thoni që se u kuptu me njëherë. Që di me imitu. A ka në një prej këngëtarve që... Ja, këngëtarët nuk di me imitu. Fushës politikës ma tepër. Se dim, qëtu kur të më vjen... Ose në aktor. është problem se dora me ndëgju shumë, që me mujtë mja ka pa të thelbin. A ndëgju dikën shumë portokallis, kom ditë me imitu disa. Po se I trëshaj polici portokallis. Kështu, do njerës kom ditë me imitu. S'po di. Si bebe di me fol. Ku e ke marrë këtë dhunti? Se di, talent. Është pak problem me I kap këto, ato karakteristikat e personajët. Se di mduket që e kam një talent më shefën dikon. Shta e kam si talent më mduket. Nëse punon me to, mundesh me nxerë mëse edhe personajët e tjera. Po di, për shambull, kur të shot dikon, do na me për cilë një kohë, tani më vjen, instinktivisht vjen me imitu, që ashtu edhe e perfekcionoj ma shumë. Interesante, sidomos disa prej figurave që e kanë një, që I karakterizon një mënyrë të folunës, që ato I bune super. Pe që një kongë e reve që është kry pritet shumë shpejt me dalë. Edhe unë do kongë të mija që edhe ti tuat. Jëmë të I realizu miqit. Ato janë të... Ato janë ma shumë instrumentale, që I kom bo vetë. Deep house, qështu. Edhe kom dru pak në zhandër, është jëmë të eksperimentu. Interesant. Kove të fundit, unë e thashe përmenda prej fillimit këtë ndryshimin që e ka pësu muzika jonë edhe... Ndoshta edhe ajo që ka po kërkon publiku, po edhe kjo ka ndodhë në kretë botën kom përshtypje, një veç në sidomos mas pandemis ka ndru gjithë shka. Ka ndru konceptet kretë të nejave, gjithë shka ka ndru. Cilat zhondre të muzikës, ose cilat prej kongve, prurjeve të fundit, viteve të fundit, të kanë pëlqy ty? Për shamë, kur I ke dëgju, ke thonë, okej, shumë gjetje e mirë që kjo.